Adhurim Qorri nga fshati Sopot i Bulqizës është ndër të paktët emigrantë të rikthyer në këtë zonë për të mos u larguar më në emigracion. Adhurimi është përkushtuar bujqësisë duke kultivuar zarzavate e produkte të tjera me të cilat mundohet të nxjerrë të ardhra ekonomike për familjen e tij. Problemi më madhor që ai thotë se ka në këtë sipërmarrje është mungesa e tregut të shitjes. Ndonse prodhimi bujqësor ka qenë i bollshëm edhe vitin e kaluar, bujku Adhurim Qorri thotë se është përballur me burokraci dhe vështirësi për shitjen e tyre. Kultivim hudrën, specin, pataten, bamje, tomate, po 5.000 rajnë spec ka qenë, 20 kuintal prodhim. Shesim jo këtë pazari, së që funksionon në Bulqiz, po me qera, dyqan me qera, po problem bashkia s'na lënë. Hudrë janë 4.300 rajnë, po vetëm 3, po të ardhura, kështu, sa për mbulu shpenzimet e familjes, diçka, po vetëm për kështitja. Të garantuar, të sigurt. Familja Qorri është e gjitha e përkushtuar ndaj bujqësisë. Nëna e adhurimit Vjollca shprehet se duhet ndihmë nga shteti dhe institucionet vendore në mënyrë që të kenë siguri në shitjen e prodhimit, që e bëjnë më shumë munde sakrifica. Ajo shton se djali i saj e la emigracionin vetëm për të punuar në vendin e tij, por mungon mbështetja nga institucionet. Nuk ka treg të lirë. Më lodhën nga Lamajtran, jam shumë e kënaqur si nanë për fëmijën si ikum këtu. Po më të thëna drejtën lodhën ke i shof të punu, për hatërin tonë la kurbetin, edhe si nanje me knashme, a i për vetën e vetë pëvu, se nuk e kanë tregun të lirë të shesin. Pak njëm du, në ka shteti sa është punë e madhe, du më jetu. Jo, të knashë se kom fëmajnë teme këtu, me që shof fleshtë të dinjas, e kom qonin teme këtu. E lumë të, po ki për vetën e vetë vu, i ka kalamet për shkollat, veç me perimet për zotin, se s'kemi një tokë të madhe në mi fjallë të përbalojmë, veç me perimet. Për këto, herë shajten, herë shajten, e kështu, me zartë, me jetu. Familja Qorri nga Sopoti i Bulqizës kultivon shumë kultura bujqësore me shumë si specin, hudrën, domaten e të tjerë, por mungesa e tregut e ka stepur dhe zhgënjur njëkohësisht për vijimsinë e kësaj sipërmarrje.